Angelusha nuk e fsheh më, shfaqet me barkun e rrumbullakosur, zbulohet edhe gjinja e Baby. Pak muaj pasi zgjodhi të qëndronte larg komenteve për jetën private, Angelusha Salihu duket se ka vendosur të japë fund çdo dileme. Këngëtarja e njohur është shfaqur publikisht me barkun e rrumbullakosur, duke konfirmuar kështu lajmet që prej kohësh qarkullonin në mediat roz. Në një video të publikuar së fundmi, Angie shihet e veshur me një fustan të bardhë elegant, teksa barku i saj bie qartë në sy. Pamjet kanë marrë menjëherë vëmendjen e ndjekësve, të cilët kanë shpërthyer me urime dhe komente pozitive për artistën. Por surprizat nuk mbarojnë këtu. Burime pranë familjes bëjnë të ditur se Angelusha është në pritje të një djali, lajm që ka sjellë gëzim të madh në familjen Salihu Beluli. Kjo do të thotë se këngëtarja e mirënjohur Shyrete Beluli shumë shpejt do të bëhet sërish gjyshe. Edhe pse deri më tani Angie ka preferuar të mos flasë publikisht për shtatësënin, paraqitja e saj e fundit duket se ka konfirmuar gjithçka. Këngëtarja po kalon një nga periudhat më të bukura të jetës së saj dhe shumë shpejt pritet të përjetojë emocionin më të madh, ardhjen në jetë të fëmijës së parë. Urime për Angjin dhe familjen e saj në këtë kapitull të ri plot dashuri dhe lumturi.